إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt liksive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqe nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar ozon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje, ndërsa atë që lë në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta ozon në rrugën e drejtë. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar në thirr në Kur'an duke na thënë: O ju që keni besuar, vazhdoni t'i bindeni Allahut me devotshmëri, duke ju bindur urdhrave të Tij dhe duke i respektuar ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryshe përveç se duke qenë musliman, të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Vëllezër dashur, sapo kemi hyrë njërin prej muajve më domethënës për besimtarin. Është ky muaj në të cilin besimtarët janë të shkujdesshëm ndaj Tij. Është mes muajit Rexhep dhe muajit Ramazan. Ky është muaji Sha'ban. E në këtë muaj të parët tanë të mirë e kanë pas traditë dhe sunet që t'i përkushtoheshin librit të Zotit në mënyrë që ta përgatisnin zemrën e tyre, imanin e tyre për mëshirën e cila zbret në muajin e Ramazanit. Andaj, sikurse është e udhës para çdo sezoni të adhurimeve, t'i paraprihet me një tëube, me një pendim që të përgatitet zemra për atë shiun e mëshirës që zbret në muajin e mëshirës, është e udhës t'ja përkujtojmë vetvetes rëndësinë dhe begatinë e këtij adhurimi të madh, pendimit. Në mënyrë që të shpejtojmë, në mënyrë që të nxitojmë, të pendohemi tek Allahu i lartësuar nga lëshimet tona, e sa të shumta që janë ato. Të pendohemi tek Allahu i lartësuar nga gjunahet tona, e aq të shumta që janë ato. Po ashtu të pendohemi tek Allahu i lartësuar nga moskryerja si duhet e farzeve të Tij. Si kemi punën ne me namaze, si kemi ne punën me obligime tjera të cilat Allahu i lartësuar ne i ka bërë obligim. Gjithë secili prej nesh jemi dëshmitarë të vetvetes që kemi mangësi, që kemi lëshime. Andaj besimtari e kujton këtë adhurim të madh me të cilën Allahu i lartësuar na ka mëshiruar me butësinë e Tij, na thirr që të pendohemi në librin e Tij në shumë vende, andaj të shpejtojmë dhe të nxitojmë të pendohemi tek Allahu i lartësuar. Vazhdim dashën është një tregim i bukur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na nxit rreth këtij adhurimi madhështor. Ky tregim është në lidhje me një sahabi i quajtur Ebu Lubabe. Tregimi i këtij sahabiut, siç e përmendin edhe dietarët e tefsirit, kanë zbritur për të disa ajete. Ky sahabi Ebu Lubabe e ka bërë një gabim. Ai gabim e ka këtë kontekst të historisë. Pas betejës së Ahzabit, betejës së Hendekut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam niset së bashku me 3000 luftëtar që të lajnë hesapet një herë mirë me fisin Banu Qurayza prej hebrejve, të cilët i kishin tratuar, i kishin thyrë në besë dhe kishin shpifur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për muslimanët dhe i kishin dëmtuar shumë herë.
Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i urdhëron sahabët që mos ta falë askush i kindijen përveç se të mri tek Banu Qurayza. Ky fisk, kjo pjesë e Banu Israilve, pas ardhve të Banu Israilve, pra prej hebrejve, qifutve. Dhe me të shkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i rrethon këtë fisk, ka transmetime në librat e historisë prej 15 deri në 25 ditë. I rrethon për 25 ditë. Ky është mendimi më i saktë, siç e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Dhe gjatë rrethimit, prirësi i këtyre hebrejve, i quajtur Ka'b ibn Asad, ju thot popullit vet, thot vallahi ju është bërë qartë që ky i dërguar është pejgamber me të vërtetë. Dhe këtë e gjeni në librin e juaj, për shkrimin e tij. E gjeni në librin të cilën e lexoni, librin çfarë keni trashëguar nga Musa dhe Isa alayhi salam. Dhe pastaj ju paraqiten këtyre hebrejve 3 oferta dhe nuk e pranojnë asnjërin, që të hyjnë në Islam apo që të dalin ta luftojnë, dhe në fund pranojnë që të dorëzohen mas këtij rrethimi. Dhe dorëzimi i tyre dojnë me kuptu se shka i vjen. Dhe ky Ebu Lubabe e ka pas pasurinë e tij në territorin e tyre. Dhe i ka pas prej familjes së tij në territorin e tyre. Dhe i thojnë Ebu Lubabes si ndërmjetësues, nëse ne i dorëzohemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ushtrisë së tij, çfarë do të ndodh me neve? E bën një shaj që nën kupton vrasjen e tyre. Cila është ajo shaj? Ju thot e prek fytin. Pra, luftëtarët e juaj do të vriten, do të thirren. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thirr Sa'd ibn Mu'adhin, pirsin e Khazrajve, që të gjykojnë me ta, që të gjykojnë ndaj tyre. Dhe gjykon që luftëtarët e tyre burrat të vriten, gratë të robrohen dhe pasuritë e tyre të ndahen në mesin e muslimanëve. Mirë, për mi kuptu drejt këtë gjykim, duhet të kthehemi në historinë, në krimet e tyre dhe në tradhtitë e tyre dhe pabesitë e tyre ndaj muslimanëve, të cilët paraprakisht kishin marrëveshje me ta. Dhe i thyen në besë në kohën më të vështirë, në kohën e betejës së Ahzabit, dhe u bën alat me kundërshtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momentin që ky Ebu Lubabe, kjo shaj me dorë, që ju tregon atyre që dorëzimi juaj është rezultat me vdekje, ndjen në veten e tij sikurse e ka trajtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një vepër e ka bo, as nuk ka fol, veç me dorë ka bo, po është nën kuptu që dorëzimi i tyre është vdekja e tyre. Dhe ndihet keq, dhe e mbren ndërgjegje e tij. Dhe shkon tek xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e lidh veten e tij për një shtyll prej shtyllave të xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe betohet dhe thot nuk do të lëvizi nga vendi derisa të më liroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të më pranohet mendimi. Dhe rrin për disa ditë me radhë i lidhur për shtyll, për njërën për shtyllave të xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe derisa për namaze vinte gruaja e tij, ja zgjidhte litarin që ai mu fal, hante pinte dhe përsëri u lidhte. Për një javë ka qëndru i lidhur në këmbë në njërën për shtyllave të xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë rast ka zbrit ajeti për të cilin thot Ibn Kathiri, që transmeton që Mujahidi ka thënë për nxënësve të Ibn Abbasit, që ky ajet ka zbritur për të, për Ebu Lubabin. Cili është ajeti? Thot Allah i lartësuar në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." O ju që keni besuar, mos e tradhoni Allahun dhe të dërguarin e tij, mos e tradhoni amanetin i cili ju është besuar juve. Kjo është tradhtia dhe të cilën Ebu Lubabe ju është llogaritur si tradhti. Pra ka shpalosur një sekret prej sekreteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë ajo edhe me një shaj me duart e tij. Dhe kalojnë 7 ditë dhe derisa zbret pendimi prej Allahut të lartësuar
dhe shë në zemrën e Abu Lubabës sinceritetin e tij dhe që e ka për një mend mu kthy tek Allahu i lartësuar dhe shë në zemrën e tij keqardhjen dhe mbrejtjen e ndërgjegjes që të pendohet tek Allahu i lartësuar dhe ja pranon pendimin. Dhe në ato momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë te gruaja e tij Ummu Salama kur zbret pendimi për Abu Lubabën. Dhe fillon me qesh. Dhe në ato momente Ummu Salama e pyet: "O i dërguari i Allahut, pse po buzëqesh?" Thot: "Zbriti pendimi, ju pranua pendimi Abu Lubabës." Dhe thot: "Ata përgëzoj." Thot: "Përgëzoje." Dhe ngritet mbi murin e shtëpisë së saj, në atë kohë akoma nuk ishte e obliguar hijabi dhe ja jep myshdën dhe lajmin e mirë si harriqin që të është pranu pendimi o Abu Lubabë. Shpejtojnë besimtarët që ta zgjidhin nga litari nga ajo shtyllë në shtyllat e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Abu Lubabë kishte dëshirë që ta zgjidhte vetë i dërguari i Allahut. Dhe thot: "Mos më zgjidh askush derisa të më zgjidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Dhe në ato momente kur thirr ezani sabahut, kur del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta falë namazin e sabahit, e zgjidh Abu Lubabën. "Innama at-taubatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima." Me të vërtet pendimi tek Allahu ju takon atyre të cilët bëjnë gabime nga paditëria, pastaj shpejt pendohen dhe kthehen tek Allahu i lartësuar. Këtyre Allahu i lartësuar jo pranon pendimin dhe Allahu është i gjithditur dhe i gjithurt. Dhe po ashtu ajeti për të cilën ka zbritur mua në këtë rast, thot Allahu i lartësuar në surën Tauba, në surën e pendimit: "Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a." Dhe disa prej besimtarëve i pranuan gabimet dhe gjunahet e tyre. I kanë përzi veprat e tyre të mira dhe veprat e tyre të këqija. As Allahu yatuba alehim. Allahu jo do t'ja pranoj pendimin atyre kur pendohen tek ai. Inna Allaha ghafurur rahim. Me të vërtetë Allahu është gjithfalës dhe është mëshirues. Dhe kështu u gëzua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pranimin e pendimit të Abu Lubabës, u gëzua dhe bashortja e tij, u gëzuan edhe besimtarët kur shpejtuan që t'ja bëjnë për hajër dhe t'ja zgjidhin nga ajo shtyllë në të cilën kishte qëndruar për 7 ditë me radhë në një i lidhur, ashtu qysh sikur në mënyrë figurative qysh gjunahet i lidhin besimtarët dhe ai u pendua dhe u zgjidh nga ato litare dhe u zgjidh një herë mirë nga gjunahet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falendojmë, selama dhe salavat të qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndashtëm, ky është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Dhe kjo është feja jonë madhështore, që kur dikush kthehet në xhami dhe kur dikush i kthehet Zotit, të shpejtojmë, t'ja bëjmë për hajër, ta afrojmë në mesin tonë dhe në xhirin tonë, t'i tregojmë ngrohtësi, ta ngushëllojmë dhe t'i thojmë dhe ta përgëzojmë me atë çfarë Allahu i lartësuar i ka përgëzuar besimtarët, me atë çfarë i ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata besimtarë, të cilët edhe nëse bojnë gjunahe, edhe nëse i mund shejtani, i mund epshi, apo i bëjnë nga padia, duhet të shpejtojnë, të nxitojnë dhe të pendohen tek Allahu i lartësuar, nga se ai që pendohet është sikur se nuk ka bërë gjunahe. Dhe diçka tjetër çfarë duhet të theksojmë është që pendimi vllazën është njëri prej adhurimeve më madhështore në të cilën besimtari nuk duhet të heqë dorë asnjëherë. Me të hap jetën, me të jeton jetën dhe me të duhet ta përmbyll jetën. Nga se besimtari nuk ndodh vetëm se çdo lëvizje e tij, çdo hap e mbyll syt e tij, përveç se është i zhytur në begati të panumërta, ose nuk tregohet sa duhet mirënjohës ndaj atyre begative, ose falendron, po jo sa duhet, ose i nëpërkëmb ato begati. Dhe nuk ndodh besimtarit se çdo ditë vetëm se bien në gjunahe. Mirë po, fatlum është ai i cili vazhdimisht pendohet dhe kthehet tek Allahu. Pastaj vllazën, a e dini se ky adhurim madhështor është aq i lehtë për umetin ton, për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për mi kuptuar se sa i lehtë është, vetëm duhet ta shikojmë se si e kanë pas pendimin Benu Israilet, pasuesit e Musait alayhi salam. Ata
ai popull pasi shpëtuan nga Firauni, shkuan dhe adhuruan një viç. Adhuruan një viç prej statuj e ndërtuar nga ari. Dhe për m'ju pranu Allahu i lartuar pendimin nga ky gjuna që kishin bërë, e kishin kusht që ta vrasin njëri tjetrin. Që ta vrasin njëri tjetrin. Mirë dëgjove. Allahu i lartuar përmend në Kur'an. Merre me mend sikur ne ta kishim kusht që ndonjë gjuna kur e bojmë, ta vrasim njëri tjetrin që Allahu i lartuar më na pranu pendimin. Allahu i lartuar për Banu Israil thot: "Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum", ku i tha Musa i popullit të tij: "O populli im, i keni bërë zullum vetvetes, pra me gjunahe, bittikhadikum al-ijla", pasi që e morët atë viç dhe adhuruat, "fatubu ila bari'ikum", kthehuni dhe pendohuni tek krijuesi juaj, "faqtulu anfusakum", dhe vritni njëri tjetrin. "Dhalikum khairul lakum", kjo është më mirë për juve, "inda bari'ikum", ma mirë për juve të krijuesi juaj, "fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim", dhe pasi ata e vrasin njëri tjetrin, Allahu i lartuar ja pranoi pendimin, Allahu është pranuesi pendimit dhe mëshirues. Dhe kjo ishte për popujt e kaluar. E ne çfarë duhet të bëjmë që të pendohemi tek Allahu i lartuar? Mjafton me kërku falje, me thonë o Zot, po vendosi që mua ati gjunahe kur mos më kthy, me ndi keq ardhje, dhe ky është pendimi. Kaq. Mjafton. Kjo është mëshira e Allahut të lartuar. Ndjesh keqardhje, kërkosh falje dhe të vendosesh që mos më kthy asnjëherë më në atë gjuna. Dhe kjo është ajo çfarë kërkohet nga neve kur Allahu i lartuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha", o ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert, me një pendim të përnjëmend. "Asa rabbukum an yukaffir ankum", njërë që Zoti juaj t'ja u fshi gjunahat e juja, "wa yudkhilkum", e t'ju fus në xhenetin tajri min tahtiha al-anhar, xhenete në të cilat rrjedhin lumej. Andaj vllazën, kjo është një thirrje së pari për veten time dhe pastaj për juve dhe për familjet tona, që ta porozitim dhe ta përcjellim këtë mesazh, që të pendohemi tek Allahu i lartësuar, kërkojmë falje për gjunahet tona, në që Allahu i lartësuar na përfshi me mëshirën e tij që ka përfshirë çdo gjë. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله يا ابن تمير انك تبوضنا بوضا تيتر ذنا رواي غازياري جهنمك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيموا الصلاة.